Kur na vjen ndërmend Lahuta, para syve na shfaqet imazhi një malsori me tirq, me mustaqe të gjata që u këndon bëmave të Mujt dhe Halilit apo Gjergje Lezalis. Morje mirë, mori që po dëllën në dorë që kur po qesh dhe në knoqe. O kur po dojnë që ka të morë në faqe, e që ka në faqe, o kur po qesh. Në albarë dhok bari diçka do me dhe, to apo dalim po në bjeshkosit, to shala djallë mërë pa bojë to kisme. Kemi mundur të takojmë një familje të tërë artistësh të folklorit shqiptar. Bëhet fjalë për familjen Nonaj që banon në Lezhë. Brez pas brezi është trashëguar arti i veglave muzikore. Historia e tyre lexohet në Lahutat që ata disponojnë, pothuajse 200 vjeçare. Lahutari më i vjetër në Shqipëri është Gjok Nonaj. Numëron plot 105 vite mbi kryet e tij, ky malësor i gjallë dhe plot batuta. Ndoshta profesioni peshkatarit i dha gjallërinë dhe Lahuta i dha aftësi muzikore që te i kalojnë vitet. Një histori e rrallë që përfshir vlerat veçanta për folklorin shqiptar. Lahutari Gjok në rrëfen për momentin e parë kur nisi të luajë në lahut, një traditë që trashëgohet me fanatizëm. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Parfum. Mirësevgjim. Është kënaqësi që ne sot i drejtuam Lezhës për t'ju takuar ju dhe le të themi familjarët e tu, për të na rrëfyer një histori të gjatë të suksesit mbi folklorin shqiptar. Respekti është i falenderit. Kënaqësia jona. Unë duke mësuar moshën tuaj dhe dashlindjen tuaj, dhe themi u befasova për gjithë të gjallëri që keni pavarësisht viteve që kanë kaluar. Do doja pak të dija si nisi historia me Lahutën edhe le të themi ajo është një rrjedh në gjak, siç më thatë dhe juve vetë. Por në moshën 10 vjeçare ishin ato fillimet e para kur mësuat Lahutën? Në Lahutën e kem mësuar në shtëpi. Edhe kem marrë gjithku. Edhe kem pas mërën virën bile si dhe mos në të kohët e vjeta. Në kërhin të malësisë tonë, s'ka pas shpishtë që ka pas i Lahut virën. Lahut pushkave të mërërat. Kanë mojë tëra të punë të vedë. Lahuta është 200 vjeçare, apo jo? Po, Lahuta, kjo është 200 vjeçare. Po, ajo 200 vjeçare. Po, unë s'di me të vend për ditë se kur ka fillu kjo qera. E prej si të vend ka artë nuk shqipinit. Histori, i thonë 2000 vjeçare. 2000 vjetë ka kjo. Para serim të paratitit të paratitit. Po thonë mu 2000 vjetë se mund të ketë mo. Ashtë e dekoruar me shtypojnarë kjo që për të këtë të territorit. Është e vështirë? Vështirë, po. Vështirë e kollajt është për atë që mësën, po. Fortë kollajt së është për të, mësa e fisë armonika. Që se ka filloj Lahuta në shtëpi tonë, bres mas brezit, një 20 bres me i vunë që i ka dera, 20 sa dush. Kjo nuk është punë se e blie kur kënë të. Dele shëtit e më fetën, unë vështë e marrë shumë kasetën, se ta s'mund të blishtë. Për me bo direkt kështë ja, e me blie në kasetë, e blie ku dush, dhe ma mirë se këta. Se një gejë ka nëra shumë bukur, Lahut. Në dishtë e kanë punë shumë mire. Por me thonë se sa vjetë ka, që e kanë fillur, bres mas brezit, po 20 brez ajo, edhe 8 tani ka nëra. Se cili, bres mas brezit. Arë dajes, tërë dajes që kanë qenë tonë ma. O tash si kur puna e valit, në shkonë për ta ditë. Edhe mos më në thirë kur kush, i vjetë vetë ata, për qëtë vetë. Dëhe për i dazën, në të nusën. Për i dazën se në të kohëra nuk ka pas. Por florë moderna shtë që në sot ka gjithka. Bukur e të keqë. Sot ka. Dhe bukur e të keqë. Atëri, historinë të një kemë pas të në të bukur. S'ka pas një moderna shumë e bukur, por është dhe shumë keqë. Kur ne biseduam më tregove që vështirësitë e folklorin mund të ta mësojnë. Vitet e shkollës nuk mund të mësojnë asnjëherë
se si mund të zotrohet një lahut? Shkolla është shumë e bukur. A psikolog, studiojnë, e dinë se kur ka dalë lahuta, e për cili shtet ka dalë lahuta, se ka lanë bashkë. I kanë marrë dikun ata, bashkë pas vene, se nuk ka sot. Unë po të thëmë 2000 vjeçara është të dekoruar me një kjo. Po, mund tjetë edhe 5000 vjetë që dikun ka kënë se, nuk ka dalë për shqirë shqiptarëve. Përës, cili shtet ka për tjetë. A i thotë të Serbi ka, thoni, lahuta, për lahuta është Serbi e ka 1000 vjetë më shtesh. Në atë janë 1000 vjetë para Serbi. Performancat e tij kanë prekur skena brenda dhe jashtë Shqipërisë. Shfaqjet e dhëna në Holland kanë mbresa tek lahutari i moçëm shqiptar. Kjo është një historike. Që se kanë pa mesi as din ku i thënë lahutje. Edhe e merë, ja kanë ble se Gjevalini është profesor atje. Ja kanë ble një 10 lahuta. Derisa ja kanë provuar për e kanë nëse në tasë më në pësojnë. Do vegër pësot, që është shumë shtimi pësot. Suksesi i radhës për ta është Festivali Gjirokastrës. Në Kostra kam lidhë qishën në Kosovën 4 anë, shumë bukur. Në Kostra është vend i bukur, edhe mikë turistë janë sa të duhet të gjë në Kostra. Ma mirë që kemi vitën s'ka. Edhe mos me pritë fort mirë se në shkojmë në kjo. Ne shkojmë asë për herë së pritë. Kësë dëmë me pritë mirë, këtë dëmë me pritë buko krypë që i thonë në Malësia, buko krypë që i thonë më të barë. Mirë, shumë bukur. I keni përgatitur pjesët që do jepen në Gjirokastër? Jeni përgatitur? Cilat janë përgatitet e fundit që jeni duke bërë? Kanë, qatë dishojnë ata. I kanë në testeve, ma pak se një kongë si di. I një javë ka dojve e thjeve. Kom më mërë një foto. Në plekë foto. Moneta që tak në njësër. A ju ka mbajtur gjallë lahuta? Po, nuse. Apo në të ditën tipo. Po. Po, si të të përnesh më hagër. Pra, kur të përnesh, kur dhe me pushu, me që e banë, ti ke qefë një këtë kongë, a i këtë ka qefë një këtë kongë, me forshorë, me dëzën, këta shumë bukur, është të që është zeshke. Forshorën është një gjë që të mund gjallë, e të mund tri, ku shë kanë gjallë. Dikush është, u di se me dhe, a i që shdo forshorën, unë i thëmë, ma mirë me i thirë rogë marë. Në baktik. Pra shumë bukur, forshorën të mund gjallë, e të mund shumë mirë, e të fort. A i s'beson se do të ketë një të ardhme të mirë për lahuton. Vështirë se të rinjt mund të kuptojnë traditën e vjetër. Benezdiri është, nuk është të këtë. Benezdiri është si një tupë berë, që i merë qëbani dhe që ashkën, edhe dhe ku vot një ati. I qëbani është të këtë, edhe i fut një aty rrimë në kërë për pjetë tërë. Qëbani tjetër është i mirë, si të u heqë që është të mirë në rapëm. Benezdiri s'ka pikë fajtë, ka moja shko. Si të bojnë e i vjetë edhe ma zibënë. Asë kur shësit në mushet me një se ka për të mojë që i ka mojë të vitë. Nuk e mane, nuk mund të mojnë. Të ma mërë mene. A do të mundjet në luaj një pjesë shumë të vogël? Me shumë kënaqësi. Qeshë zemrë në knose, kur po të bojën që ka në faqe,
Si u karfaqe u ku faqesh, e në albërhov diçka do me dhe. Në Shqipëri numërohen 10 lahutar, por në mesin e tyre tashmë është dhe e vetmja lahutare femër në Shqipëri. Lumturia është pjesë e familjes Nonaj dhe trashëgimia e këtyre veglave muzikore kaloi tek ajo që në moshën 20 vjeçare. Unë këtë vegël e kam nisë që në moshën 20 vjeçare, po edhe ma përparen, ajo pashti se nuk e lusha, nuk lusha me duj, edhe ma përparen, po momenti kryesor që unë mora pjesë në festival, ishte në vitin 2004, kur i po harrosh me Tish Daia, në bisedë me Axhen Gjaknunej, po bisedoshin në një festival në takim profesor Zënesh, ku thote, a mund bini në i vajza për në grua, të fisit tuaj, të familjes tuaj, që të marrë pjesë në një festival. Me këtë vegël të lashtë, 2000 vjeçare, dhe ai më tregoi mua dhe unë e hina punë se dhe vazhdova për festival. Por ma përpara e kam ushtruar në shtëpi. Këtë e kam trashëgim nga baba, nga Axha, nga vëllezërit, 4 vëllezërit, Nikol, Lëviç, Jeto, Gjevali, None, gjithë. E mendojnë t'ja trashëgojmë edhe. Është e vështirë për një femër të përkushtohet një vegël muzikore siç tha dhe vllai juaj, që është një vegël e destinuar, le të themi, për të përdorur nga një mashkull. Është pak e vështirë sepse dën stil. Kjo nuk përdoret me notë, por unë nga dëshira që kisha se çdo vegël që ta luashin çifteli, dojre, domethënë çdo vegël që luashin lahut, këngë krahe, domethënë edhe vegla të tjera, unë sa marroshin ta, shkoheshin vrapim, kapshin, domethënë ishte një diçka që ishim dëshirë. Domethënë është ai vullneti, është ta ka fal Zoti atë natyrë, domethënë talentin, i të talentit që unë përkrahja, domethënë çdo profesion që ta marrin. Edhe unë mas tyre. Edhe mënimin e tyre, edhe këta, tu pa këta të një mua, arritan këtë pikë. Edhe pse rritur në një familje me tradita, emocionet e daljes së parë në publik, ajo i kujton ende edhe sot. Hera parë ishte 2004, dhe ishte momenti kulmi për mua, se ishte një, domethënë, një kënaqësi shumë e madhe, ku të merrja pjesë në festival, domethënë Festival në Gjirokastër në 2004, ishte një kënaqësi që të takohesha me rapsot, instrumentist, të gjithë, edhe në Gjirokastër, po të lirës, si Axha, 105 vjeçari, që të përballesha me ta. Domethënë ishte një konkurrencë fort. Dhe unë edhe sa nisha, domethënë, kënaqësi, sa nisha edhe se dosha të përfitosha, domethënë, çmim. Edhe ky ishte çmimin do ta merrte ky, po çmimin do ta merr Shallon. Domethënë ishte një luftë edhe familjare, një luftë edhe konkurrent me konkurrentët e tjerë. Kisha shumë lahutar dhe na arritëm të fitonim të dy çmimet të para. Ky për, domethënë, si rapsati vjetër, edhe si ishte shumë i fortë, edhe unë si vajzë po arrita për një muaj, domethënë një konkurrencë shumë fort, sepse kjo vegla ishte, domethënë, lanë masdoret, edhe unë hina punë se vazhdova, se kam pa dashur me vazhdova shkollën e lartë, jo për këtë vegël, po iniciativa është e Ars. Kurse trashëgime kam për familjes krejt. Lumturia tregon se si është dashur të sakrifikoj shumë nga jeta e saj, vetëm që ajo të perfeksionohej në veglat muzikore dhe t'ishte e vetmja në Shqipëri. Me që unë ndodhem e vetmja në Shqipëri edhe pothuajse edhe në kontinent, domethënë jam shumë e gëzuar, e jo domethënë se po thon domethënë publiku që pse kjo përballohet ka zgjedhur këtë vegël pikërisht, unë kam humbur shumë oferta në jetën time për këtë vegël. Domethënë derisa të arrit, domethënë jam në majet. Tash kam arritur në majet me menimin e jurive kryesore qendrore të Tiranës. Disa akademiku, profesor Vasetule, i cili kam vlerësuar në të lartë, domethënë të përballuar me shumë, domethënë me nërkombëtarët, me lahutat nërkombëtare, e veçuar nga lahutarët e tjerë,
përveç gjokë, se ky është një vjetër, është shumë i vjetër, domethënë edhe ky vazhdon të jetë në krye gjithmonë. Po unë si edhe s'kam konkurrent, po edhe vazhdoj të jem, domethënë edhe me lahutarët përballë me ta, që ata të bajnë ecin përpara. Po unë kam bërë thirrje edhe në media, shumë media, sepse unë kur shkoj në festivale si në Tiranë, si gjithmonë, na durën mediat. Duhen diçka të marrin nga na. A ka mundësi thot mja, domethënë me thirrinin vajzat, djemtë, sidomos vajzat, po ato domethënë e kanë shumë të vështirë sepse është trashëgim brezit. Domethënë është shumë e vështirë më mësua se do të lënë gjak. Na kemi si familje. Pikërisht më the, është dashur të sakrifikosh shumë nga vetja jote si femër për t'ju përkushtuar një vegle të tillë. Po do në shumë punë kjo, sepse ka i stil që vështirë. Ka i stil sepse unë çdo këngë vazhdoj domethënë se këngë të qes vetë, domethënë edhe meloditë i përpunoj vetë, edhe i bie vetë domethënë që kam edhe pozicion të që i bie ka poshtë, e ka pak vështirësi. Po ja dalmon domethënë dal në krye për herë, sepse punoj shumë. Më tregove pak më pa orare. Po. Që vegla që ju keni, lahuta më saktë, është një lahut miraveçare. Po e trashëguar, besoj? Është e trashëguar, këtë i ka baba, i ka Oxha, i ka gjyshi, domethënë është bom prej gjyshit, babs. Unë do doja të mundjet më performoj një pjesë të vogël nga ato që ti ke menduar qoftë për të performuar në festivalin e Gjirokastër ose një pjesë që e ke për zemër. Atëherë më luaj një pjesë tjetër, sepse po e la surprizë. Gjet Nonaj është në rolin e një menaxheri për familjen e tij. Xhaxha i tij e motra dhe pjesëtarë të tjerë kërkojnë prej vetes maksimumin. Me të vërtetë është vlerë ti kesh në Shqipëri, jo në rreth, por edhe në familje as më tepër. Nga kjo më ka linë mo që të ndërtoj një grup me qenë se bazën edhe këta talent që po vlerësohen nga shtetet e botës edhe të Shqipërisë, në çdo festival po thuj se motra dhe Axha kanë marrë vendin e parë në Shqipëri, po edhe ashtu në festivalet ndërkombëtare janë vlerësuar me çmime të larta. Nga kjo më ka linë ideja që ta ruaj traditën bashkë me të përzgjell disa instrumentistë edhe si një palë dëgjonaj me bilbile zymare që edhe ai kultivon e prollon veglat e folklorit. E kam fut në formacion dhe e mora përsipër ta drejtoj unë këtë grup. Me motrën që është një element i veçantë që në Shqipëri nuk e luan kush edhe si Knon Lahuc, me plakun me moshën e vjetër që ka dhe ka kujtesën edhe Knon shumë mirë dhe interpreton, është në gjendje të mirë. Edhe unë me vllajn në Bruxelles duke pa se ai është tash është edhe shtetas belg, punon profesor në Belgjik, edhe ka bërë disa herë ftesa, edhe si urlidhse na ka animuar të marrim pjesë në festivalet europiane në disa vende. Në festivalin e Gjirokastrës, si do të bëhet prezantimi i grupit? Në festivalin e Gjirokastrës ne kemi pas dëshirë të marrim pjesë si kuartet lahutash me 4 instrumenta që të prezantojmë tek të rit dhe tek vendi jonë prezantojmë sepse po ruajmë traditën ta prezantojmë. Se ne mund të prezantosh edhe me një numër tjetër. Kam kënduar me a cappello këngën Maja Krahu që është shumë e vjetër, me vllajn. Por këtë herë kemi dëshirë, masi më duket se po merret miratimi, okej, se kem pas disa ndoshta ndërhyrje se jo mos marrin pjesë, jo do marrin, jo s'do marrin. Na o do merrshim komplet si familje që demonstrojmë ato që vlera kena, edhe të trashëgojmë tek tjerë, të shohin si model që po e ruajmë këtë instrument e të ruajnë edhe dikush tjetër. Me aq mundësi sa kena pas dëshirë të prezantohena me 4 lahuta nga një familje. Besoj se është momenti më domethënës për të folur dhe sidomos festivali Gjirokastrës për t'i ruajtur këto vegla muzikore, sepse është besoj festivali i disa viteve i cili nuk pranon ose nuk do të pranoj instrumenta muzikore me regjistrim, por do t'jenë live nëse u zgaboj. Dhe kjo është e mira e këtij festivali. Kjo është e mira se festivali Gjirokastrës po kështu nga takimi Rapsodëve të Veriut,
që përzjell elementat ma domethënës, ma të mirë, edhe gjithçka luhet live, gjithçka me vegla popullore tradicionale. Është një festival, por duhet shikohet me vëmendje nga persona që përzgjedhin pjesëmarrjen në festival. Dhe festivali Gjirokastës është një ndër festivalet më të mira që unë i kam pa njek, edhe jo se s'kam marrë pjesë, kam njek edhe grupe tjera Shqipërisë, si Tropoja, Dibra, Puka, kanë instrumentista të shkëlqyer, që edhe ata pothuajse e ruajnë, po e trashëgojnë brezafetëri. Është orkestrina Çiftelis Puks, që kam pa brezin e ri, lujnë fëmijët, lujnë babat e tyne, gjyshi, është Borrelli që ka një orkestrinë shkëlqyeshme, që po e trashëgon Ymerneli, një ndër më veterantë e fyjve, që ka trashëguar të rit. Por nuk është vetëm ne kemi trashëguar lahutën në familjen tonë, se nuk mund ta shtrim më ne, sepse është shumë e vështirë dhe është na paktën mos ta zhdukim si familje. Po përveç lahutës, moshës së tyre shumë vjeçare, ju i kushtonin shumë rëndësi dhe veshjeve. Ne pam veshjen e axhës tuaj, por dhe tuajën, por ajo që më mahniti ishte fakti i xhubletës, që lumturia ka një xhublete e trashëguar nga nëna juaj. Po, unë veshjet i kena rujt originalet malsorve. I kena të tonat, sepse pothuajse nuk janë rujt shumë nga vitet e fundit, domethënë demokracisë. Instrumentat edhe veshjet pothuajse janë zhduk. Se ka pas veshjet mira, ka pas xhubleta originale, ka pas instrumenta të ruajtur në gardarova në përrafte, edhe në vitet e fundit si gjithmonë që novi këto trazira, u shpërndan, u shtuken dhe ne i kemi rujt në familjet tona. Kjo xhubleta e motrës është e nanës që me ata është marrë nuse. Nana, domethënë, mund ta ketë nanës vet apo gjyshes vet trashëgume. Axha ka çakçirët e gjyshit i kanë rujt në për arka, në për si u thonë, në për ambiente që mos damtohen. Dhe ne tash nuk mund t'i gjejmë ashtu të asaj mosh, por në bazën e atyne rregullojmë me kostumet të ngjashme për t'i fut në grup, por i kem rujt origjinale edhe veshjet. Është misioni vështirë ai të mbajtur i gjallë folklorin? Faktikisht për ne nuk është shumë e vështirë, por edhe vështirë është se në opinionin e rinis, apo ta thëm të dikuj, thot që është turp ky dron këta për marrish sepse ka dalë, por na për me thy këtë folklorin e kena rujt, se tani është plaku në gjithë ditën duke i ra lahuc, tjetër do ta marrë shëndor. Fëmia jem shef mu, edhe shikon e merr nga ajo, do ta e kërkon vetë ta interpretojnë. Ky ishte një takim i veçantë, personazhe që gdhendin me vlerat e tyre historinë e një folklori. Sa